Koordinatorja e departamenteve në Partinë Demokratike, Silvi Bardhi, në një deklaratë për mediat, ka ngritur akuza për shpërdorim të fondeve të IPARD. Bardhi tha se 38 milion euro nga 93 të akorduar nga Bashkimi Evropian në mbështetje të bujqësisë shqiptare u kanalizuan drejt për drejt te grupet kriminale, duke braktisur qindra mijëra bujq të vendit. Shqiptarët panë se si 38 milion euro nga 93 milion euro të akorduara nga Bashkimi Evropian në mbështetje të bujqësisë shqiptare u kanalizuan drejt për drejt te grupet kriminale të narkotrafikut, duke braktisur dhe tallur qindra e mira bujq të vendit. Shqiptarët panë se si fondet e IPARD kanë përfunduar për ngritje hotelesh apo restorantesh në vend që të shkonin për ndërtimin e serave apo stallave të baktive. Në vend të tyre, Frida Krivca, ish ministre e bujqësisë me urdhër të Edi Ramës, ka vendosur të ndihmojë Petrit Çelën, babain e kapobandës Suel Çela, i cili ka përfituar nga programet kombëtare rreth 150.000 euro për ndërtimin e tregut në Elbasan. Manjola Haska, motra e deputetit socialist të Tepelenës Tërmet Peçi, e cila ka përfituar 225.000 euro nga IPARD për të ndërtuar agroturizëm Regjini. Petrit Tare, ish drejtori ujësillësit të Korçës, një emër i lidhur ngushtë me Niko Peleshin, i cili ka përfituar 251.000 euro për ndërtimin e Blum Fruits. Sokol Tusha, vëllai i Taulant Tushës, ish krau të djathtë të Erion Veliajt në Bashkinë e Tiranës, i arrestuar për aferën e incineratorit të Sharrës dhe dosjen 5D, ka përfituar 196.000 euro. Loreta Tozaj, ish drejtoresha e kadastrës Vlorë, ka përfituar 82.000 euro. Fredi Kokoneshi, ish kryebashkiaku socialist i Divjakës përmes bashkëshortes së tij Eriona Kokoneshi, ka përfituar 44.000 euro fonde nga IPARD për ndërtimin e një kantine vere. Dashamir Peza, i njohur si mik i kryeministrit Edi Rama, është gjithashtu përfitues i fondeve IPARD me një shumë prej 225.000 eurosh. Alban Berisha, kunati i Sajmir Tahirit, në 2 raste ka përfituar një shumë prej gati 170.000 eurosh. Elton Bualli, ish administratori i incineratorit të Sharrës, njeriu që bënte propagandën e Klodian Zotos dhe Mirel Pyrthirit në aferën e djegsave, ka përfituar plot 310.000 euro për ndërtimin në një sere me fondet e IPARD pikërisht në landfillin e Sharrës në Tiranë. Koordinatorja e departamenteve në Partinë Demokratike u shpreh se ky skandal është një njoll thurpi në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe se duhet të kishte alarmuar të gjitha institucionet ligjzbatuese të vendit, përfshirë edhe vetë Bashkimin Evropian.